Shini garën që ka filluar të bëj alianca kësaj radhe, pra të kujtojmë krahasuar me zgjedhjet e 9 shkurtit, nuk shkon me dikë, as me nismen, as me të tjerët që i kishte koalicion, ka vendosur shkojë vetëm, i ka rikthyer disa figura, është Agim Çeku aty, Gani Dresha e shumë të tjerë që janë përmendur Burim Ramadani e të tjerë që kanë qenë, kanë dalë ose kanë bërë gjë të tjera, një listë me plot asamblejës që kanë dalë mirë në zgjedhjet lokale, alianca i mori 86.000 vota, nëse zgaboj. Pra, e shihni të konsoliduar në këto zgjedhje? Po, duket që Alianca për Ardhmërinë e Kosovës e ka marrë shumë seriozisht këtë garë, këto zgjedhje. Sigurisht që për shkak të rezultatit të dobët, të papritur për Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës, sepse ishte një rezultat që bashkë me nismen, domethënë me mri vetëm 7 deputet ishte problematike. Pastaj ajo që ndodhi me nismen sigurisht e goditi dhe ishte e tepërt për Aliancën për Ardhmërinë e Kosovës. Mirë po, duhet me pas parasysh që e çuditshme ka qenë që Alianca, domethënë me gjithë ato komuna që i ka pas duke i qeveris, tash ra në aq pak vota, domethënë nuk ishte përtej, ishte nën secilën pritje. Mirë po tash ka një mobilizim tjetër, pasi zgjedhjet lokale sapo janë mbajtur dhe ka një mobilizim që menoj e ka rujt atë kondicionin edhe të udhëheqjes Aleancës, po edhe të votuesve nëpër komunat përkatëse ku Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka shumë votues. Gjithashtu freskimi dhe fuqizimi i listës, aktivizmi i zotit Haradinaj për gjatë 4 vjetësh realisht si udhëheqësi kryesor i opozitës, me paraqitje, me deklarata, me qëndrime. Kryesori i opozitës. Realisht ka qenë kryesori i opozitës, jo në kohën pas zgjedhjeve ndoshta, po në kohën para zgjedhjeve të fillimit të këtij viti, zoti Haradinaj për 4 vjet ka qenë në krye të lëvizjes, ka qenë më i zëshmi, ka qenë më i artikuluari dhe pastaj ka ndodhur ato dëshmit në Hag nga ish zyrtar shumë të lartë amerikan, të cilët mendoj e kanë fuqizuar shumë pozicionin e zotit Haradinaj dhe mendoj që qytetarët e Kosovës duhet me pas parasysh ato që janë thënë për zotin Haradinaj dhe kur krejt këtij bagazhi të akumuluar të zotit Haradinaj i shtohet një listë shumë e mirë, mendoj, një listë ku votuesi ka se çfarë të zgjedh, ka zoti Haradinaj është i njohur si një person i cili din me i kthy njerëzit ka vetja, ka figura si Besnik Tahiri, ata që i ka pas mbrana këtë në rregull, po këta që janë rikthy Besnik Tahiri ose Burim. Ka qenë po syrin kuvend, po e ka respektuar me renditje.